Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Esselamu alaikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqani mbar botës, kudo që jeni. Mirë se na vini në programin ton edukativ, kulturor, fetar, të emërtuar Çështë Çerbelar. Në këto ditë të Muharremit, kur zemrat e besimtarve anë mban botës, e kujtojnë sakrificën, flijimin e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të dhe të dëshmorëve të Xherbelas, ne vazhdojmë rrugëtimin tonë për të kuptuar më thellë mesazhin dhe mësimet që kjo ngjarje e madhe i përcjell njerëzimit. Çerbelaja nuk na mëson vetëm si të vajtojmë, si të këndojmë me legji të dhimbshme, nuk na tregon vetëm histori të para 1400 viteve. Ajo na mëson si të kërkojmë të vërtetën, të mos heshtim përballë padrejtësive dhe të kemi guximin e të përballemi me faktet, edhe kur ato janë të vështira për të pranuar. Sot ne do të trajtojmë një temë që çdo vit zgjon interesim në mesin e muslimanëve. Ato janë adhurimet, ritualet dhe agjërimi gjatë ditëve të Ashuras. Çfarë vendi zë agjërimi i Ashuras në traditën tonë shqiptare islame? Si e shohin këtë ditë shkollat e ndryshme islame? Cilat janë burimet historike dhe fetare që flasin për agjërimin e Ashuras? Dhe si lidhet kjo ditë me ngjarjen e madhe të Çerbelas dhe sakrificën e Imam Husejnit? Ne besojmë se muslimanët, të cilët do drejtim që janë, sekt, tarikat, janë vëllezër, miq dhe komshinje, të thirrur për të jetuar së bashku me respekt, dashuri dhe mirëkuptim. Prandaj, sot të nderuar miq, përpiqemi t'i trajtojmë këto tema me qetësi, me argumente dhe respekt të ndërsjellë, duke dëgjuar mendime dhe tradita të ndryshme që ekzistojnë në botën islame. Qëllimi i redaksisë Studio Home IBH nuk është që të kemi polemika mes vete, përmes thurjeve të ideve, mendimeve tona të ndryshme. Qëllimi i redaksisë son Studio Home IBH nuk është të kemi polemika, mos pajtime, debate, por është një qëllim madhështor që ta njohim sa më mirë historinë e traditave të ndryshme botërore, si dhe ato fetare, si dhe të japim mesazhe shpirtërore që lidhen me ditën e Çerbelas. Për të diskutuar këto tema, sonte kemi kënaqësinë të kemi përsëri mysafirin ton, magjistër teologun Drilon Gashi, me të cilin do të zhvillojmë një bashkëbisedim të hapur mbi Çerbelan, të vërtetën historike, rolin e Ehli Bejtit dhe rëndësinë e dialogut ndërmjet muslimanëve. Ju falenderojmë për besimin dhe mbështetjen tuaj. Ju ftojmë që të dërgoni pyetjet tuaja, komentet dhe mendimet tuaja përmes WhatsApp numrit zyrtar të Studio IBH-s, pra 044 509 200, edhe njëherë 044 509 200. Mirë se na erdhët në episodin ton të tretë të programit ton të quajtur Çështë Çerbelaja, i realizuar nga Studio Home IBH Prishtinë. Paqja qoftë mbi ty, o Eba Abdullah, o Imam Husejn. Paqja qoftë mbi ty, o biri Resulullahut.
Paqja qoftë mbi ty, o prijes I besimtarve dhe zotëriu I bartësit të amanetit. Paqja qoftë mbi ty, o djali I Fatime Zahras, prijeses grave të botës. Selami qoftë mbi ty, o luftëtar I trim, që Zoti ka për tu hakmarë për gjakun tënd. Paqja qoftë mbi ty, që I vetmuar mbete karshi zullumqarve. Me ty qoftë selami, e mbi ata shpirta që pranë teje zun vend, shahidat e Qerbelas. O babaj Abdullahut, o Imam Husein, e madhe është humbja jote dhe të mërshme ishte fatkeqësia mbi ne dhe mbi poseduesit e fesë Islam. Të nderuar miq, tani po e vazhdojmë pjesën e parë të programit Çësht Ashura me magjistër teologun Drilon Gashi dhe kësaj radhe kemi përzgjedhur disa tema interesante, në realitet një temë interesante dhe e cila çdo vit na bën që të dyshojmë të bijem në huti, pse dikush agjeron, pse dikush nuk agjeron, pse dikush vajton, pse dikush e kremton urime vitin e ri hijri, pse dikush në ditën e 10 të Ashuras shkojnë blejnë zahire dhe mbushin shtëpinë me zahire, sepse janë ato predikimet që kanë ardhur që nga kohrat e lashta, se nëse blehet ushqim për ditën e 10 të Ashurës, atëherë do të shtohet bereqeti. E pse disa tradita tjera islame thonë se në ditën kur ka ndru jetë Imam Huseini, është ditë hidhërimi, ditë pikëllimi, prandaj pak nëse e krahasojmë këtë situatë të Imam Huseinit me situatat tona që në ndodhin në familje tona, gjatë rastit të vdekjeve të një antarit të dashur të familjes, me siguri se askush nuk ngritet prej më të afërmve të blej ushqim me zahire, madje as edhe të gatuaj. Do me thënë, këtu është një kontradikt e traditës islame nga disa grupe njerëz, disa e festojnë, e të tjerët e manifestojnë si përkujtim dhe si përkujtim dhe si ditë e fitores, sepse në ditën e 10 të Ashuras Imam Huseini ra shehid bashku me 71 shokët e tij, familjarët e tij, duke filluar prej fëmijët 3 muajsh të tij, të quajtur Ali Asgar. Prandaj I nderuar magjistër teolog Drilon Gashi, unë doja ta dija për vete dhe për opinionin ton se në burimet sunite përmenden hadithe të profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, I cili një ditë I pa hebrenjët në Medinë duke agjeruar ditën e Ashurës dhe tha se edhe na muslimanët janë më të afërt me Musajin a.s. Prandaj agjerojmë këtë ditë. Po nga ana tjetër, me një rast tjetër, profeti thotë, mos I zgjasoni jo muslimanëve. E çka I bjerë kjo ngjasimi? A duhet t'i ngjasojmë këtë rast hebrejve, të cilët atëherë pas kanë agjeruar kohën e profetit. Por nëse sot shkojmë në komunitetin bashkësinë hebreje, nuk kemi me gjithë që në muajin e Ashuras, në muajin e Muharrem, ata nuk janë duke agjeruar, sepse normal edhe ata duket se kanë një lloj agjerimi. Prandaj nëse kishe pasur mundësi të na tregoni pak mas zhanimisht, koha është për juve dhe me vërtet ju falenderojmë
shpërblimet pritni vetëm prej Allahut, sepse me të vërtet jemi duke punu një punë që çdo send që është e madhe, është prej madhështisë së tij. Dhe ka diçka që na e bëjmë, na duket e madhe, ajo është prej vogëlsisë tonë. Keni fjalën. Tërë me emrin e Zotit po fillojmë paqja dhe mëshira ti qoftë mbi profetin Muhammed dhe familjen e tij të shëjt dhe të bekuar. Unë edhe një herë po du me të falenderu për këtë emision, sepse në momentin që na po flasim për Imam Husejnin edhe për Çerbelan, është një moment me të vërtet i veçantë, është një ngjarje që ka lënë nam të madh në botë gjithanej të rrëve islame dhe me gjerë, edhe ka morë tashmo për masa botënore, edhe unë kam pas fatin para 2 viteve, me vizitu vetë Çerbelan, edhe atje kam marrë pjesë në një konferencë, kam marrë pjesë me një punim që pa ta bë për urtësitë edhe vlerat e vizitës së Çerbelas, cilat janë urtësitë edhe psikologjike, edhe cilat janë gjurmë shpirtërore nga një vizitë e tillë. Për me ju, po ju ndali pak për këtë tematikë t'jujen, që keni prezentuar, nësa e di, kam pa prej fotove që keni pas në Facebook, na kishëm mund me bërë një emision enkas për juve dhe me na elaboru, pse jo edhe me slideshow, edhe që njerëzit, kur të shkojnë në Çerbela, inshallah i qonë Zoti selamin, me ditë pse po shkojnë dhe çfarë ndikimi impakt ka tek njerëzit. Po? Sa i përket pyetjes që ju e bota atje në lidhje me agjërimin e ditës së Ashuras, kishte fjalën për një hadith që gjendet në traditën sunite në Buhari dhe Muslim. Sahih Buhari dhe Sahih Muslim. Po. Sipas traditës, sipas këtij hadithi, thuhet që profeti Muhammed kur ka bërë hijret, kur është shpërngul nga Mekka në Medinë, ka ardhur në Medinë dhe aty ka pa disa fise qifute hebreje, të cilët agjeronin ditën e Ashurës. Dhe ditën e 10 të Muharremit i bike me datash. Po, çashtu i bën. Se atëherë Ashurja profeti ka qenë gjatë. Po, dita e 10 të Muharremit pas ka përku me Ashurën e sotshme. Tani, vjeni ta sërejs traditën edhe disa gjana që unë vetë para disa viteve kam pas shkruar në Facebook lidhe me çet kontradikt. Tradita thot kështu, domthonë kur ka ardhur profeti prej Mekës në Medinë, i ka pa çifotët që po agjërojnë dhe kur i ka pyet për çka po agjëroni ju këtë ditë për ditën e 10 muajit Muharrem, kanë thënë sepse në këtë ditë Zoti ka shpëtuar Mojsiun nga belaja e faraonit. Dhe ka thonë unë jam vllau i Mojsiut dhe unë kam më përparësi që t'i gëzohem kësaj dite se sa ju. Dhe i ka urdhëruar muslimanët, ka qenë gjysmë dite, që ta vazhdojnë agjërimin deri në mbrëmje. Dhe kjo është në mona e tradita, hadithi që funksionon. Do më thënë profeti pas ka urdhëruar që edhe na të agjërojmë, ose nas hadithi. Ashtu i bjen, do më thënë... Edhe diçka përmendet Nuhu, a.s. Por problemi është, me këtë ditë unë kur kom pas bën një studim atje, dita e 10 muajit Muharrem, në vitin në të cilin profeti ka bërë hijret, ose ka shpërngul nga Mekka në Medinë, sa do shbo kollaj me disa kalendare edhe me disa llogaritje, është bë kollaj shumë me verifiku se cila ditë ka qenë ajo, dhe nuk përkan absolutisht me Yom Kippur. Është një traditë tjetër që futet, nëse hyn edhe në faqen e tyre shqip që e kanë, po edhe nëse hyn në faqen e tyre origjinale, sipas dinit që fut, sipas dinit ebrej, ata është e vërtet që ekziston një dita në cilën Zoti sipas tyre ka shpëtuar Musën nga faraoni, edhe kjo ditë quhet Yom Kippur. Në gjuhën hebrej. Yom Kippur. Mund Yom Kippur. Tani, por problemi është që kjo Yom Kippur nuk përkan më 10 Muharrem të vitit kur profeti Muhammed ka bërë hijret prej Mekës në Medinë.
Tash na kemi këtu një kontradikt, sepse që futet sipas krahasimeve fetare dhe botërisht njerëz që janë shumë fanatik për mi rujt datat e tyre të fesë. Domthonë janë shumë fanatik që futet i rujt me fanatizëm datat e tyre të festave dhe datat e tyre fetare. Prandaj edhe shihet ajo devotshmëria e tyre te gjeneratat e reja. Problemi është tashti o që futet ju ka pështjell që futve edhe nuk kanë ditë me rrit këtë ditë, o kjo hadith në Buhari ka diçka. E para, kjo është kontradikta e parë. E dyta, 10 Muharram nuk përputhet me Jom Kippur tyne. Për shkak se as sot pas atëherë s'është përputhet. Ndoshta as atëherë. Nëse është përputhet atëherë sot nuk përputhet. Pse? Sepse pika e dytë që dashëm përmend është për shkak se festat që fute Jom Kippur festohet me luni solar. Me kalendarin diellor, ndërsa festat edhe datat e shënume në Islam janë henore. Prandaj kjo është disbalanca dhe mos përputhje e madhe. Si do që tjetë. Unë ajo që thash dje në emision edhe po përsëris edhe sonte është që unë nuk jam për me shef problemi nuk është pse dikush agjeron. Shef problemi është kur Ashura zhvishet nga Kerbelaja. Se unë dje e përmenda, domethënë gjithkush ka drejt me jetue ose me u solidarizu me Imam Husseinin në forma të ndryshme. Dikush solidarizohet me agjerim. Dikush solidarizohet me këndim, me rahje. Me zi, dikush solidarizohet me një elegji, me një poezi, me një ritual, me një ilahi. Dikush me një mexhlis, dikush me një studio këtu. Ose me një vizitë në Kerbela. Po pra, dikush solidarizohet mundet me heshtje, dikush me përkujtim. Unë thash nuk kam problem format e solidarizimit, secilit mundet me janë një zemra në një formë për formave e kujton Imam Husseinin. Shumë e mirë. Në rregull është, por a di ku problemi? Problemi është nëse dita e 10 e muajit Muharram, si më thon, fshihet prej kësaj dite Kerbelaje, kjo është gabim. Edhe nëse themi që në kohën e profetit Muhammed, dita e Ashuras, dita e 10 e muajit Muharram ka pas një ngjarje specifike që është lidh me diçka në mënyrë specifike, por me ndodhinë e madhe të Kerbelas që e kanë ndryshuar. Për me kamuflu. Që e kanë ndryshuar, jo, dashëm me thonë tjetër sen. Dita e 10 Ashura që ka ndodhur në kohën e Imam Huseinit, po që qoftë mbi ta, e ka ndryshuar rrënjësisht kohën e historisë. Dhe në qoftë se deri me atë ditë, domthonë është festu, ose është, si më thonë, është solidarizu edhe është shpëtu Musa nga faraoni. Ditën e Ashures është masakruar Imam Huseini nga Jezidi. Dhe kjo tashti ka ndryshuar krejt rrjedhën e kohën e asaj që ka u bë deri më tash. Dhe muslimanët me qenë se i dhëtë me jetu në kohë hapësirën e tyne, atëherë na me ditën e Ashures na i kemë dhënë një kohë tjetër, sepse Imam Huseini e ka kthy historinë ka dikat tjetër. E ka ringjallë. Prandaj edhe një herë po përsëris, problemi është kur Ashura, pra data e 10 e muajit Muharram, zhvishet nga Kerbelaja. Kjo është problem. Kjo është problem pse se nuk nëse kthehet në ditë për shembull gëzimi, sikur atë ditë të ketë ndodhur ndaj fesë ose gëzim e harrohet Kerbelaja, që i ndodhi në kohën e Imam Huseinit, atëherë kjo është si më harru plagën e madhe në trupin tënë me festue një plim të thonit. Nuk është në nonsens, nuk bën sens. Po për njerëzit që logjikojnë me të vërtet kjo është pak si duket e qëllimshme e bërë, sepse une kur kam qenë në Hax 1995, na kemi shku me autobus dhe 4 ditë ka zgjat andej, 4 ditë këndej. Dhe kur u kthym nga Haxhi, u shkum në Damask dhe ishte aty xhamia e Mevite. Kur shkum në aty ishte si një pazar, kështu dyqanet anash majtas djematash. Dhe kur hym ju keni qenë edhe shkollim, dhe kur hym te xhamia me vite, unë i pash gratë gjitha vrapojshim për me shku me fal një namaz, ziaret namaz, ishim 4 mihraba, arsyeja nuk e di për shka, sidoqoftë se kam ata me rëndësi, se as nuk hyra me fal namazin, se unë smura, emocionile. Këto divergjencat, më falë që për dërpes, divergjencat mes 14 mëdhëheve, edhe se cilë ka fal namazin kohën e Hanefi, Malikisha,
Të merë kjo. Po ma e të mërshme që ishte, atje përballë, si të hynë të xhamia me vite, përballë shkruan hadha me kamu ra'sa Imam Husein. Edhe i pash disa gra me xeza, dhe aty po vajtonin, more, dhe kur më kthy historia, na im rashë Qerbelaja, kur më hyni në memorin time që aty Imam Huseini kanë pas lujtë si me top në kokën Imam Huseinit, ai pavori shumë i madh mbretëror. Edhe kur shkova aty me pa, ishin kanë veç 2 gur prej hekurave, kështu krillave. Edhe kur mu kujtu historia, edhe mu kisha të fikt. Mandej, bore i bashkërti im, më ka marrë ashtu zhak, më kishin grejt, i kishin thirë një taksi. Më kanë marrë në taksi, më kanë fut, edhe për me në qunë spital, se kisha hub vedije. Rrugës për me shku në spital, taksisti shkon pasu si ehli betit. Edhe tha, qka ka kjo zoja, tha? Tha, po jemi konë të xhamia me vite, që aty ka qenë koka shkrun të hadha me kam, dhe që aty i ka ratë fikt. Tha, s'ka nevoj me qënë në spital. Tha, unë s'pëdi, ko gjo, kretë kjo më konë pa vedije, dhe kur a i ka thonë, jo, tha, do të me qënë të Hazreti Zejnepi. E Hazreti Zejnepi ish pak me një lagja ma tjetër, lagja Zejnebije, do me thonë, motra Imam Huseinit e kishtë atë tyrben, xhamin e vetë, edhe si kom hynë në borë të Hazreti Zejnepja, në borën e saj, mu veç mu kanë qepë sytë edhe kum pa, këtë vend edhe me të vërtet ka qenë një zdi si ta përshkruj përveç asaj që kur kam karat fikt edhe masi kam marrë në veti kum pa që po më duke se 100% kam qenë edhe ma e lehtë, edhe ma e lumtur dhe hyna në xhami e bona edhe zjarit. Po, është e vërtet kjo që përmene. Hazreti Zejnepën, por dashta me lidh me Adem Jashari. Okej. Adim pse? Sepse edhe në Bosne, kur kanë, po du me lidh me datat, pse që i futët, edhe pse njerëzit që i pasojnë verbërisht, në mënyrë të kamufluar, muslimant, me ato rrëfimet e israelateve që janë fut në hadithet e rreshme, mundet me qenë dhe ky, edhe në Bosne, kur u bo lufta, ishte ditë bajrami, ishte ditë feste. Edhe në Kosovë, kur u bo lufta, ishte ditët e Ramazan. Do me thënë, ishte afër bajrami. Gjithmonë kanë këshyrë në psihën e njerëzve, këto datat me rëndësi, që thatë ju qifutët i kanë shumë me rëndësi, te na me na bo idhnimin gëzimin idhnim. Edhe Jezidi, qka ka bo? Jezidi ka marrë, thot, po na vinë robreshat, se prej luftës kur të humbish, normal, robresha, po kjo është çmenduri, robresh, ka qenë vajza e Imam Aliut, mbesa e profetit Muhammed, dhe Jezidi e ka zbukuru Damaskun, qatë rrugën ku unë kom hec me 80 haxhillar, jemi kanë të xhamia me vite. Dhe këta ka që dashta me bo vesh një krasim, se me të vërtet, mos respektimi, mos përkujtimi i datave të rëndësishme, apo kamuflimi një datës me shëndru një fitore në një gzim të atyre të Jezidit, sepse historinë e shkruna i që fiton, e historinë e Qerbela se fitoi Jezidin nga aspekti zahiri, sepse a ishte 12.000 ushtar me 72, por ama nga aspekti hynor dhe aspekti shpirtëror, ishte Qerbelaja që fitoi Imam Huseini, prandaj dita e 10 është tjetër. Vetëm për pak bona një lidhje për çështjen e datave. Po, i kam 3 pika shumë i saru, që mendoj që janë të rëndësishme edhe për opinionin. Në para pik, një pjesë e konsiderueshme e sunive, edhe sa të kësaj dite, fatkeqësisht mendojnë që Jezidi nuk ka urdhëruar vrasjen e Imam Huseinit, edhe nuk i është gëzuar vrasjes e Imam Huseinit. Por realiteti është
krejtësisht ndryshe, sepse krejt ata komandantët që e kanë udhëhequr atë luftë kanë qenë nën patronatin e Jezidit, sepse Jezidi ishte kalif. Pra ishte udhëheqës Ka qenë urdhërës. E dyta edhe fakti që i është prej koka Imam Husajnit dhe është sjell me thes në pallatin e Jezidit, ai që e ka sjell kokën e tij në pallatin e Jezidit ka kërkuar si më thonë si harriç, sepse në atë kohë nëse ti e ke shpërblim ka kërkuar. Ka kërkuar shpërblim. Se ka thënë ai kush ma bjer kokën e Imam Husajnit, sa ranon çfarë Iqbal, ti po flet me tradita që nuk gjenden librat sunite, unë po flas me tradita që gjenden librat sunite, sepse po I flasim një audiencë e cila shumica është sunite. Edhe ata nuk, me qenë se nuk I besojnë librat shiite, atëre ndoshta I besojnë disa fakte që unë mund t'u anxher nga librat e tyre edhe tonat sunite. Pasi ato e keni studiu. Ajo që ka gjenden librat tona sunite është kjo. Dhe më thonë, fakti është I pamohshëm, I është sjell koka Jezidit në pallat. Dhe aty ka qenë Enes ibn Maliku, prezent sahabi I profetit Muhammed. Dhe përmend Mizzi ka qenë dietari më I madh që ka ekzistuar tër historinë e Islamit sunnet, që është marrë me klasifikimin e haditheve dhe transmetuesve. Mizzi ka qenë dietar më I madh se Ibn Taymija dhe se Dhahabiu, ka qenë dietar më I madh dhe se Ibn Qayyimi, ka qenë dietari më I madh në botë sunni në klasifikimin dhe verifikimin e transmetuesve të hadithit. Mizzi. Dhe e ka një libër të madhe Samzan Shpia, që e ka përmbledh me krejt historinë edhe bibliografit e transmetuesve. Mizzi është baba I hadithit të sunit. Mizzi e pranon që këtë histori, pra ngjarjen që po tregojmë na e pranon që është një fakt I vërtet historik edhe transmetimi është I besueshëm. I është sjell koka Jezidit në pallat dhe e ka pas një shkap në dorë. Dhe kur e ka hek, se me thonë, ja ka shplu fytyrën, ja ka hi me shkap në dhëm, edhe thua që I ka thi një dhëm për së vdekurit, Imam Husajnit, pasja që mbita. Dhe Enes ibn Maliku aty, thot, mos e prek me shtag një buzë që e ka puth pejgamberi a.s. Te transmetimet e historianëve të Libit, thot kështu Zejnebja I thot. Kur Jezidi thotë e qetë kamën e vetë për mi kokën e Imam Husajnit, edhe me atë shtakën mbretërore, I bjerë buzëve. I bjerë buzëve të Imam Husajnit, edhe Zejnebja ngritet edhe thotë, o Jezid, thotë, largoj atë shkopë, thotë, se ato buzë I ka puth profeti, I ka puth Gjidde, I ka puth gjyshi im profeti Muhammed, o Jezid, largoje. Kjo të më thënë, krasmetohet, po është diçka ngjashme, është diçka ngjashme. Por Zejnebja është një fakt tjetër që Jezidi, edhe masi që është vrarë Imam Husajni, nuk ka marrë kurfar dënimi për vrasjes së tij. E treta ka dashur mi nxënë në robëresha familjarët që kanë shpëtuar nga masakra e Jezidit, nga masakra e Imam Husajnit në Kerbela. Pra ka dhënë urdhën thotë nëse ju nuk nënshtroheni, ju do të jeni robëreshat e mia. Mund para me ka thonë çiftit e Zejnepës dhe që alayhis salam dhe disa gra që kanë shpëtuar nga familja e profetit Muhammed në atë masakër, ka thonë nëse ju nuk nënshtroheni patronatit tëm, do t'ju robëresha. Robëreshat me to mundesh me martu, me bë çfarë. Po, deri në çat drejtë ka shku, domethënë poshtërsia e tina. Po Jezidi, si më thonë, Jezidi ka tri vepra që I ka bërë që, si më thonë, nuk e lanë ujtë e oqeaneve dhe në katin e tij. Nuk ka mundësi një musliman që beson Zotin dhe profetin me mbrojt çiftin e Jezidit. Sa që edhe disa dietarë sunnet, si çifti I Dhahabiut që anën ka pak ka naspi, kur ka ardhur Jezidi, naspi është ka një farë distancimi prej virtyteve të Ehli Bejtit dhe sigur është pak I ftoftë. Nasibitët nuk janë dashamirë. Jo, nasibit do në 3 grupe, kemi nasibit që janë armish shumë hapur, kanë qenë një pakicë në kohën e kalume, kemi nasibi mesatar që e mbrojnë Jezidin, edhe mesatar, edhe kemi nasibi që janë pak msheftë dhe që kanë një nasb doza pak më të vogla. Disa dietarë sunet kanë pas nasb doza të mesme dhe të vogla që nuk mohohen.
Edhe urrëties ndaj megjithatë edhe nasibit që kanë pas doza të vogla të urrëties për ose distancimit ka pas prej familjes e pejgamberit alayhis salam, e kanë pranuar faktin që Jezidi ka qenë Jezid. Do të thonë, kjo nuk pse, sepse ka bërë 3 vepra që s'mundet me la ujë të oqeanit. Vepra e parë ka bombardu çapën me katapulta. Në kohën e Jezidit është bombardu çadja me katapulta. Pra, nuk e ka ruajtur as hyrmetin as shenjtrinë e çapës. Në kohën e tij është bombardu çapja me katapulta. Wow. Në kohën e tij, në kohën e Jezidit është masakru Medinja për një ditë të një natë, janë masakru banorët e Medinës sepse nuk ja kanë dhënë besatimin. Nuk kanë pranuar Do me thënë nuk është ndalaj veç me Imam Hysej. Jo, masi që e ka masakru Hysejnin Çerbela, e ka masakru edhe banorët e Medinës, për një natë të një ditë i ka masakru edhe thuhet që prej asaj masakre ka pas edhe zina, ushtarët e tij kanë çnjerëzuar edhe besimtarët me Medinë, kanë vrarë edhe sahabe të ndryshme, kanë prej Dhe e treta? Është quhet Waqiatul Harra, Wakia e Harras. Lexoni në internet sa do kollaj me lezu, ai Google, interneti me një klikim mundi me gjetë Waqiatul Harra, Wakia e Harras. Çka ndodhi në Medinë dhe çka urdhënoi Jezidi me banorët e Medinës. Profeti po thotë kush i frikson banorët e Medinës, atij ai takon mallkimi i Zotit. O zatën e Zotit thotë në Kur'an, lanetullahi ala dhalimin. E treta, mallkimi qoftë mbi zullumçar. E treta paramendo Jezidi bashkë me ushtrinë e tij e ka masakruar birin e profetit Muhammed. Kjo është kulmi i të këqijave. Okej, shumë faleminderit për këto informata, po kthehemi prapë te kjo pyetja, domethënë rreth agjërimit. Tash e tregum që te natash i veç janë duke agjëru vllazërit motrat e tona sunite, ditën e 8, 9 edhe 10. Mirë po, në traditën klasike të Ehli Bejtit nuk ka agjërim, sepse na kur na vdes dikush, na nuk agjërojmë, po mundemi bashkë si tarikatet solidarizohen, për shembull me shpiteme nuk bëj gjallna, nuk bëj amëlsina, sepse kur vdes dikush ti nuk jena të disponim, por edhe solidarizim. Po tash na duhet me vedisu këtë popull që me thënë, a konsiderohet ky si agjërim obligim, a është sunet, apo thjesht një vepër e rekomanduar, dhe si e shohin shkollat e ndryshme islame raportin mes agjërimit të Ashuras, të ngjarjes së Ashuras. Pra edhe te tradita tjera, pse nuk theksohet agjërimi, për shembull në traditën e Ehli Bejtit, në librat e Ehli Bejtit, kërkun nuk shkruan, as kjo ndodhia nuk pranohet në mes jahudive dhe profetit si e vërtet, siç edhe konfirmuat ju që nuk përkon me data, por edhe në traditën e Ehli Bejtit nuk numërohet, edhe sot njerëzit nuk agjërojnë ditën e 8, 9 edhe 10 të Ashurës. Po du me përsërit, me qenë se po insiston të kjo pyetje Iqbal. Po, si është jo vetëm agjërimi, falni, po edhe tash të shkojmë edhe te ritualet, sepse ka ritualin Çerbela që para 7-8 viteve njerëzit janë bërë gjak, janë rraf me zinxhir. Lloj sende ka bërë. Prandaj do t'i lëjmë kohë edhe këtyre gjonave. Po, me qenë se po insistoni te agjërimi që e bojnë një pjesë e konsiderueshme e komunitetit musliman edhe në vendet tona, sidomos si një traditë klasike. Po, tarikatet edhe shumë sunitash. Unë prapë du me ndërlidh që nëse një musliman agjëron Ashurën si ibadet ndaj Allahut, nuk kam pse me sulmu. Ibadeti shajt respektohet. Por, nëse dikush e përdor agjërimin për me mbulu dhimbjen e Çerbelas, atëherë këtu kemi problem. Jep konotacion këtë jep. Se edhe agjërimi ndohet 3 pjesë, 3 grupe. Agjërimi si ibadet ndaj Allahut, që ki drejti me agjëru, nëse në ditë dush, ki drejt mu afru të Zotit me agjërim, edhe është i mirë edhe për trupin, edhe për shëndetin, edhe për anën psikike. Agjërimi si ibadet. Agjërimi si matemin që e bojnë për shembull vllazërit tonë Bektashi si ditë e zezë. Ditët e zezë për kujtimore. Edhe festa si shtrembrim i kujtesës. Tani këtu kemi 3 gjona. Agjërimi si ibadet me mojtëzi si matemin që e bojnë disa vllazën
sufi, edhe agjërimin nëse harrohet Qerbelaja kthehet si diçka fest. Si Jezidi e ka konsideru si fest, sepse thot mbushni bleni ushqim, Tani, mbushni shtëpit me zahire. Kjo është prej kulturës e Ehlibejtit. Po nuk e di këto transmetime sa janë sakta, sepse po i flas një audiencë që është shumica Sejid Rizvi. Unë po e tregoj nga aspekti historianëve shi'i. Ata thonë që kështu e ka Të shijat, të disa Bektashi, unë e kom lezu dhe Bektashi se që shohim për shembull matemin, nuk ka duk interesant sepse Bektashit për shembull pretendojnë një pretendim interesant, ata thonë që në ditën e Qerbelas ka ndodhur jo vetëm masakra në Qerbela, po ka ndodhur edhe, si më thonë, shpëtimi i Noas, sfida e Ibrahimit që Zoti ka shpëtuar nga zjarri, kur Jusufin Zoti ka shpëtuar edhe ka ngritë në front. I kanë disa interesante, domthonë gjëra që kur i kam dëgjuar për herë të parë më duk interesante. Nuk kam hyrë me verifiku sa qëndrojnë nga aspekti i shkencës së hadithit, po më ka duk diçka interesante. Pra po du më kthysh aty. Matemi nuk është thjesht vetëm mos behamer. Ose më shty cili po më nxi më shumë. Ti e vetë the atje mund të çekë në hyrje që thatë që Qerbelaja është më shumë ditë ku na i kthejmë shpirtin, ditë ku e kujtojmë sakrificën, ditë ku reflektojmë me veten, ditë ku i kujtojmë disa ngjarje që kanë lënë gjurmë në historinë botërore dhe që duhet me lënë gjurmë në shpirtin tonë. Pra është që kjo, tashti me agjëru është simbolike e trupit, po trupi për shembull mundet me hek dorë nga ushqimi për me mu solidarizu me momisenin, sepse aja ditë s'pa tasuj me pi, tashune po pi ujtë ftohtë, po pi soka, langje, po pi... Në mund, hajde pak të solidarizojnë edhe në pak të di çka është ajo, Sufitët e kanë diçka shumë interesante, ata e marrin me batiniet, me mbrendin. Edhe beso, kur jam taku shpesher me ta, ata qaq mirë, edhe pa fjalë din me ta skepu dashnin e Po ata po thojnë, hajde po dojmë u largu nga luksi, po dojmë me lezu qatë ditë historinë e Momisenit, një audizu vlatëve tonë. Po, qashtu e ka. Po dojmë i përmend vujtjet e profetëve edhe të tjerë, sepse Momiseni ishte loza e krejt këtyne profetëve. Edhe është diçka e mirë. Unë nuk jam kundra i kësajna, por ajo që jam kundra i përsëris dhe nuk duhet me ndodhë vendin tonë, që kjo ditë me u kthym ditë feste e mu harrue i Momisenit. Kjo nuk duhet me ndodhë. Kjo nuk duhet. Nuk duhet me ndodhë se s'është në rregull me ndodhë, është nonsens, nuk e ka logjika. Po shiko tash edhe fjala Ashere, do me thonë 10. Po. Apo në arabisht. Dhe Ashure veç ja kanë ndruat do me thonjën e vërtet, dhe të na, kur kam qenë unë në Sarajeve si studente, dhe në Bosne manifestonin si Ashure, si një lloj ushqimi. Normal, gruri e ka një ëmbëlsi të vetën, edhe kur ti qetë mjaltë, ajo tamam bëhet ëmbëlsin. Mirë po, kjo Ashurja që bëjnë sot, për shembull, pasusit e Ehlibejtit dhe tarikateve, ajo vërtet bëhet si një lloj ëmbëlsire, po mas 10 ditëve të zis, sepse na nuk e numërojmë ditë idhënimi, deri në 10 ditë na jemi të pikëlluar, edhe tarikatet e gjithë. Po qatë 10 ditë ngriten sheh të nderuar edhe bëjnë Ashurën për krejt njerëzimin. Dhe kjo ka qenë ëmbëlsira e vetme për manifestime, po tash shtohet pyetja, po jo 10 ditë s'po hani, s'po pini, e tash po festoni. 10 ditë po kani, e ditën e 10, apo dikush 12. Po na e festojmë sepse është fitore, sepse vetë Imam Huseni ka thënë, o njerëz, jetoni si Zejnebja, e vdisni si unë. Do me thënë, me ra shehid si Imam Huseni, por me jetu si Zejnebja. Pse çka i tha Zejnebja? Zejnebja i tha Imam Husenit. Në realitet Imam Huseni a.s. i tha Zejnebes, oj Zejnebe motër, tha unë e kryta këtë mision. Tha për mu, tha unë do takohë me gjyshin tim pejgamber. Por ama, ti e ki një mision shumë, një punë që shumë të rëndë,
Nëse ti nuk I jep jehon kësaj tragedie, ne do të harrohemi. Prandaj edhe Jezidi tha, ju tha ku shkon me vajtu në varr Imam Huseinin, thot kam ju hek koka. S'po më kujtohet me emri ati personit parë që ka shku me bo vizit në varrin Imam Huseinit, po me dure, me qëmtyr, po pa kokë, si koka I shkojnë Damask, a I shkoj edhe vajtoj, ja numroj gjitha, dhe më në fund e mbran, njësoj si Imam Husein. Që do me thonë, kjo tradita jezidite ka dalë, po praktikohet edhe në traditën tonë. Pse? Sot për shembull, kur të vdes një njeri, atë që ka thot, mos e vajtoni, është haram, mos ja numroni. Këto mund përkujtojnë fjalëve të Jezidit. Shiko, kur më ka ndru jetë nona jeme, edhe ja kom marrë, ja kom numru krejt mirat e saj, edhe njerëzit kanë thonë, wow, se kemi ditë, sepse është hadithi, thot, kur të shkoni të vizitoni të vdekurit, thot, flisni fjalë të mira dhe engjëjt kanë me thënë amin. Dhe kjo dyqysh, tamam kështu ma ka vërtetu si ma studimet e mia, që kjo tradita që na sot po e praktikojmë shekunisteni, ka rrojit nga Jezidi. Mos e vajto. Edhe një shembull po ju marr fjalën, se jemi kështu bashkë në dialog. Hazreti Hamza, agja I profetit, nuhu dra shahid. Dhe Hazreti Hamza ka pasur 4-5 shika. Dhe profeti në realitet nuk ka pas qika, vajza. Dhe profeti shkon krejt këta 40 shehid që ranë ma shumë, shkon të me vizitu kufumat e tyre, gjenazet e tyre, shpi për shpi. Shkoj të njëri prej ashabëve, shokve dhe pa qikat e tyre, sa bukur e vajtojshin babën e tyre, duke ja numru veprat e tyre, dyqysh I shihte profeti Muhammed, ato engjëj të thanë, amin, amin, edhe shkoj profeti, tha, o ju vajzat e filanit, tha, apo vjeni bre, tha, te agja jem e bu Hamza, se s'ka qika me janë numru. Që do me thonë, ka verifikime, ka referenca që profeti ka thonë, shkoni te Hamza edhe numrojani veprat e tyre. Prandaj, Jezidi, për me humbë këtë traditën, me ja numru, me qajt, me shkrujt elegji, me shkrujt poezi, për me ja humbë vlerat e punës, sakrifisët I Imam Huseinit, a I ka qitë këto regula në shoqëri dhe na si musliman, verë bërazi I pranojmë edhe me familjarët. Nuk është larg mes, veç që une jam I thar I asaj që çdo pretendim I joni do të më verifiku me dokumente historike. Po, kjo është e verifikuar. E dyta nuk është larg mes, se logjikisht për shembull pushteti gjithmonë përmes frikës mundohet me I mohu, dhe më thonë, ngjarjet që kanë pas kuptim, që e kundërshtojnë pushtetin. Edhe fut, si me thonë, ngjarjet tjera që më ja hup efektin asaj që ka është madhështore dhe madhore. Dhe më thonë, pushteti mundet me bo, kjo është një farë lloj psikologjie politike. Ata që janë politikanë e dinë, kur dojmë me fshef diçka, shpikun diçka tjetër, më ja hup gjurmet asaj që ka është thelbësore. Ti kur don me lëvdu nonën Zahide, e cila ka dhënë 56 krejt familjen e vete, kompleta e rrethina e tij. Po, domethënë ti nuk e përmend nonën Zahide, po e përmend. Hajde, mos themi nonën Teres, po ka nëna tjera shpiki. Po, e keni plag, po do më mshef plagën edhe po don tash me të dekoru. Sfiçon. Kur plaga mshefet me dekor, kjo është politik. Kur për shembull krimi që është bë, kthehet në ditë feste. Kjo tash është gabim. Ose për shembull kur nuk mundesh me ndalu kujtimin e një ngjarje, çka bën e zbraz nga përmbajtja, edhe e kthen fokusin edhe fuqinë ka dika tjetër. Tash kjo është politik. Është shumë interesant, e zbraz nga përmbajtja. Po, ç'kjo është, domthonë pushteti mundet me bë këtë, sepse ata mos me pakon inteligjent shejtana nuk e kishin zotru karriken edhe nuk e kishin udhëheq një njerëz. Po Jezidi çka ka bën me por
unë e shif, prapë do të thonë, unë respektoj çdo musliman që solidarizohet me Imam Husajnin me një jetë të pastër. Por nuk muna me pranuar që Ashura me u nda nga Çerbelaja edhe me u kthy në ditë feste pa asnjë kuptim. Kjo është e papranueshme. Në këto do të me mul kam. Në ato kjo është ajo pika që do të Okej, kjo ishte tradita si në Ballkan, siç e festojmë pra Ashurën për fat keqën, po them. Po edhe fal sufive, fal teqeve të Kosovës, teqeve në Ballkan, kanë mundë me rujt një histori që ka qenë triumf, që kanë qenë ngadhnim mbi të keqen. Dhe gjithashtu sot në përbotë normal muslimanët që janë pasuesit e Ehl Bejtit, pasuesit e Imam Husajnit, po sa ta hap internetin, falë Zotit është një begati rrjetet sociale për ata që din ta përdorin, po sa ta hap internetin ti sheh në ditën e 10 Ashuras të gjithë emigrantët që kanë shkuar nëpër Gjermani, Zvicër, Amerikë, e kanë respektin më të madh prej vetë qytetarëve, sepse bëjnë, si themi, si bëjnë të krishterët festivalet e ndryshme, koncertet e ndryshme, ata i bëjnë këto ditët e përkujtimit, ditën e Ashuras, 40 ditët e matemit, mandej edhe është ai kryetari i Londrës, është Sadiq Khan, ai ka arrit është kryetari i qytetit pra qytetit Mbretërive të Bashkuara, ai ka arrit që edhe nëpër autobusët e qytetit 40 ditë rresht e kanë shkruajt hadithet e profetit, I am from Hussein, Hussein is from me, etc. Unë jam nga Hussein, Hussein nga shka unë, por përveç Jehona që ka qenë edhe qëllimi kryesori mas Hazreti Fatimës dhe ka qenë mas Zejnebës dhe ka qenë amaneti vllajt Zejnebës, pra Imam Husajni që unë e kam kryer këtë punë, por nëse ti nuk i jep Jehon kam i shku. E tash, prej pyetjeve, po e fus edhe këtu këto si pyetje. Para se më dha të pyetjet? Jo, prej pyetjeve s'po e bëjmë një pauzë, veç prej pyetjeve u inspirova që të flasim për çeto traditat edhe masi jemi ditët e agjerimit, besojmë se shikuesit tash e kanë kjo. Dhe prej pyetjeve thanë, po çenin në Çerbela bëhen gjak, prehen këtu në ball, që ka qenë e vërtet, por tash nuk është e vërtet. Unë desha këto me lidh me atë folkloristikën shqiptare. Në vitin e parë në fakultet, Universitet Prishtinës, letërsi Shqipe, kemi pas një lëndë folkloristika. Dhe aty thoshte që kur të vdes një person, i antar i familjes, burrat, për me tregu që po solidarizohen me humbjen e babait, nanës e tjera, ata kanë bërë gjama. Gjama, kështu kanë kërë. Dhe i kanë gërvish, kur ka qenë ma i ri, i kanë gërvish gjokset e tyre gjak janë po. Ndërka që gratë, këto në fakultetit në mësu, gratë që kanë bo? Gratë i kanë numru, kanë vajtu dhe kanë kap kokën për muri e kanë gjujt. Kjo është tradit, pak është zbut, po nëse shkoni në vendet malore në Kuks, keni me pa, shkruan në internet së gjamat në anën e Kuksit, ende ekzistojnë e paguajnë gruan me e ja këndu me ja numru. E tash po kalojmë në Irak. Se në Iran janë pak njerëzit shumë ma civilizuar dhe janë persian. Nuk e kanë marrë kulturën e arabëve. E në kulturën arabe është kur të vdes dikush i marrin edhe kur kanë manifestime, i marrin e hekin shamijat, ka qenë kjo para islamit edhe i luajnë kokën si që ja bënën edhe mirëseardhjen e presidentit të United Nations. Dhe në kulturën arabe, që kam studiuar kur isha edhe në Irak, edhe në Iran, edhe i kam pa vetë, që njërta pra, janë gjakos. Pse janë gjakos? Kemi na një metodë për pastrimin e gjakrit, edhe thënë hijame. Këtu që e përdorim. Nëse e mshon që tu është një damar që e lojnë qatë dit, me jam shu këtu, tak të damari edhe mu bo gjak. Po tash jemi në kohën në shekullin 21. Çka kanë bërë Republika Islamike e Iranit? Kanë marrë në çdo lagje ambulantat për me dhënë gjak qatë dit, jo me derdh gjak, po për hir të Imam Husajnit. Ndërkaq në Irak,
Kam një shok timin që ka shku në studime në Irak për me mësu gjuhën arabe, dhe ai më thash, unë i thash, i nderuar, ka brende që ashtu gjakosje me ato zinxhirat, a dini shka më tha, jo, mare tha zguxojnë për policisë, ajo tha u ka hek moti, po pse thash këto, tha mbeso tha zoja Iqbal, tha kom shku edhe i kom pyet disa prej tymve, i kom thonë, hajde thoma kul huvallahu ehad. Që ata tha që i bëjnë që të gjanat, janë prej maleve, kanar prej maleve, prej Pakistanit, prej maleve të Irakut, që vetëm e din dashnin e Imam Husejnit edhe dojnë mu gjakos. Ndërkaq sot është rreptësisht e ndalume, zotnin që se donë ti mu gjakos për Imam Husejnin, donë me ato traditat arabe, me u gjujtësen, ti shkon po drum shpitande. Ndërka që ajetullahët, mergja, ata që i japin fetvat, dekretet, ata kanë thënë mundësh me jam shumë gjokësit sa mës me i boton veti. Ndërka shkenca mjekësis në Londër gjithashtu e ka vërtetu, këto e kam pa për rrjeteve sociale, i kanë bledh njerëzit, mjekët e tjerë, dhe kanë thonë, në momentin kur ti e ndin një siklet në zemër, unë e kom di, kur më kanë ndru djali jetë, edhe pa vetdije, veç e ku marrë, bam, zemrës jam shova kështu. Jo me o kukat, send, veç tash, inna lillahi, wa inna ilaihi rajiun, falë o Zot, dhe vetë u shkoj dora. A dini që mjekët e kanë vërtetu që kjo rahja, edhe tash të këto metodat kineze, po e shoh, që janë një ushtrime për qarkullimin e gjakut, më jam shu zemrës. Dhe këto rehberët e ndryshëm mergjat nuk e kanë dalë. Por sot nuk mund të gjenja as gjakosje, as bota është bo e vogël dhe sot njerëzit mund të shohin gjithçka, edhe është interesante që ata gazetarët botënor, kur ndodh dita e 10 e Ashurës në Çerbelas, i morin bashkë këto insertet që kanë klikime, edhe që janë, si me thënë, lajme bombastike. Si me thënë, i morin e 2-3 vetat janë në Irak ose në Iran, edhe bojnë mizën bull. E para, e dyta, kjo që po përmend ti është një pikë më rëndësi, sepse në gjuhën arabe quhet latmije. Latmija, tani vetë dietarët shiit, një shumicë e konsiderueshme e vetë dietarëve shiit, që janë mërgje, edhe që janë Ayatullah al-Udhma, shumë prej tyre kanë dhënë fetva që një gjë atil nuk është prej mëdhëbit Xhaferi, pra nuk është prej nesh, po kjo është një shpikje e rëndësishme. Para islamit kjo ka qenë. Okej, ti po mundosh me arsitua dhe po mundosh me arsitua ata persona që bëjnë një gjë të tillë, okej, ti ke drejt me arsitua dhe ka disa dietarë që kanë arsituar me arsyetime të tilla. Por ka dhe të tjerë të cilët janë skeptik edhe kanë pas një menim negativ për disa gjëra të tilla, sepse kanë konsideruar ata që këto, si më thon, veprime, po ulin, si më thon, efektin që e ka Çerbelaja sepse po e defokusojnë, si më thon, krejt çështjen po e çojnë dikun tjetër që shija që bëbojnë për rejnë veten, të dirdin gjakun, të sakatojnë veten, e qëta tjetërin me shpat që pja hene dhe qanë krahon, ndoshta edhe myt veten, tjetëri atje ndoshta bëhen disa gjana, disa vepra që vetë dietarët qëjtë për thëmë janë kritik edhe janë skeptik. Hajde tash nga një infrashëri të cilin unë shumë e respektoj, i cili mua më ka larguar atë mjegullën e errët nga sytë e mi, kur për herë të parë kom fillu me lexu librin Çerbelaja, poema me 25 këngë të Çerbelaja e Naim Frashërit, ku në këtë libër, edhe kam pas 8 diplome, në këtë libër përmendet një histori interesant, me një poem, një histori 47 vjeçare. E merr para islamit, e merr 23 vjet profetit Muhammed, pastaj merr te lufta e Sifini deri vjen te Çerbelaja. Unë kam menduar se Çerbelaja është prej fillimit, po jo, prej këngës 7. Fillon Çerbelaja. E kënga e fundit e 25, ngritur një ju shqiptar, të ju mbri një punë e mbar,
të jetë Shqipëria si ka qënë në mender e tjera, si na imi që shdim një thua. E unë I kam përgjedh disa rreshta të nderuar miq, po çka me bëhet çto knaqë shpirti kur këndoj pak. Shqyqër Zotit që tash merr gjatë ata që na japin këshilla fetva, thot nuk është bash haram, se përpara na thëshin haram, e tu këshyr mos po bëjmë haram edhe talentin tonë kemi Qa pas ka thonë Naimi? Naimi na ka thënë, o mit e zeza mit, si vërë gjithë jezit, njeri mik sot për sot s'mbetin Qerbelan njeri mik, u harrua Muhameti, e tjera. O mit e zeza mitë, si bëre gjithë jezitë, njeri mik sot për sot s'mbeti, u harrua Muhamedi, Qerbela, kush e do Muhammed Alinë, edhe beson Perëndinë, do Hasan e Fatimen, qanë për Imam Husein, Qerbela, o vëllezër shqiptarë, pa qasunin e të qajmë, zimbani këto ditë, që të zbret Zoti pak dritë, Qerbela, Ç'ke kjo me të parët tanë, ka që burra këtu lamë, mjerën neve me sy që pamë, kokën prej trupit ndamë, Qerbela, për Imamin ne sot qajmë, e zi pastaj të mbajmë, se ishin të vërtetë, pa I duam ne për jetë, Qerbela, o vëllezër shqiptarë, pa qasunin e të qajmë, zimbani këto ditë, që të zbret Zoti pak dritë, Qerbela,
jo me të parët tanë, ka që burra këtu lamë. Mjerën neve me sy që pamë, kokën prej trupit ndamë. Kerbela, Kerbela, Kerbela. Për imamin ne sot qajmë, e zi pastaj të mbajmë, se ishin të vërtetë, pa I duam ne për jetë. Kerbela, 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 Kerbela. Zoti madhe I vërtet, mos dalene vetë shkret. Zoti madhe pash Kerbelan, ke mëshirë mbi musliman. Kerbela, 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 Kerbela. Imam Huseinin ta doni, të paudhën mos ta punoni, ta duam njerëzinë, shqiptarin dhe Shqipërinë. Kerbela, Kerbela, Kerbela. Gjuhën dhe mëdhenë, ta duam kombin dhe fenë. Kerbela, 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 Kerbela. Assalamu alejke ja Eba Abdillah. Selami qoftë për ty o Imam Husein. Selami qoftë për ty o biri I të dërguarit të Allahut, o biri prijesve të besimtarve. Selami qoftë mbi ty o biri Fatime të Zehras. Allahumme salli ala Muhammed, ali Muhammed. Tani nderuar teolog, do të vazhdojmë me pjesën e fundit të programit me pyetje për shitje. Allahumma kun li walik al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة.
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. Dhe të nderuar miq, tani arritëm te pjesa e tretë e programit të sotëm, që është Çerbelaja. Pjesa e tretë dhe e fundit ka të bëjë me pyetjet dhe përgjigjet e juaja. Prandaj mos hezitoni, kemi këtu në shërbim të fjalës së Zotit, në shërbim të njerëzimit, qytetari jon i nderuar, teologi magjistri Drilon Gashi, i cili do t'ju jep përgjigje dhe jam e sigurt se do të mbeteni të kënaqur. Kështu pyet. Përshëndetje, pse fokusi është vetëm te dita e Ashuras, kur ngjarjet e lidhura me Çerbelan nuk ndodhen vetëm në atë ditë. Edhe ditët para Ashuras kanë rëndësinë e tyre dhe për shumë njerëz konsiderohen ditë për kujtimi dhe zije. Pse nuk përmenden edhe ato njësoj? Po, pyetje me vend. Dhe ditët e kanë ndoshta. Jo, pyetje me vend se me thonë ngjarjet edhe Dhe më fal, dhe pse duhet të agjëru vetëm dita 8, 9 dhe 10, por ditët tjera jo? Kjo ishte Po pyetje me vend. Po. Po pyetje me vend, na diskutuam dhe kemi diskutuar për gjatë emisioneve të tona. Nuk është kusht më agjëru që ato ditë, ose në kjo është një bidat, kisha thonë diçka? Se vetëm ato ditë edhe ditë të tjera të harrohen, asnjëherë nëse dojmë me përkujtu, si me thonë... Se kom qartë, vetëm ato ditë cila, që kjo 8, 9, 10, pse do më thënë këto ditë të tjera prej të pares më agjërohen, s'pe kom qartë. Çështja kë pyet si po thotë... Se fokusi është vetëm te dita e Ashurës. Po, me qenë se ngjarjet para Çerbelas dhe mas Çerbelas janë të ndërlidhura me njëna tjetrën. Atëherë, okej, edhe pse kulmi ishte dita 10, por kjo ka një vazhdimsi edhe një rrjedhshmëri, si me thonë, tash ngjarja nuk ka ndodhur një ditë, por ka ndodhur në një, si me thonë, kontinuitet. 40 ditë gati praktikisht, që ja vlen me kujtu krejt ngjarjet që ka ndodhur ato 40 ditë, nuk është kush një ditë. Prandaj në Arabi përkujtohet Erbaini që Po Erbaini do me thënë 40. 40 ditë të cilat ka ndodhur krejt kjo ngjarje në derisa Zejnebja u kthy në Medinë. Do me thënë burrat vdiqën krejt, mbeti vetëm një djalë Imam Husenit edhe 40 ditë ka zgjasë ai. Mos ka metë edhe kjo 40 ditë. Nuk kam qef fort më kap për një ditë, ose 2 ditë, ose 3 ditë. Na duhet me e kthi fokusin te Çerbelaja, te jeta jame, jo te një ditë jame se çfarë efekti ka, edhe thjesht çfarë gjurmë po lën zemrën teme, jo vetëm një ditë, po gjithë jetën. Sepse na kemi thënë dhe po e përsërisim që na krejt njerëzit e kemi një instinkt hajvanit edhe të shejtanit brenda vetit, pra kemi një farë lloj jezidi brenda vetit. Po e kemi edhe zonën e brendshëm të Imam Husenit, i cili na thret ka e mira ka Zoti. Kështu që na nuk i kena këto veç një ditë, edhe pse ka ndodhur të ngjarje disa ditë saktume. Po, aty kemi ditë zije, po kujtimi nuk është veç një ditë. Jo veç një ditë, po, jo veç një ditë. Prandaj. Nuk jam vidhtari i për kujtimit disa ditëve, jam vidhtari me këshyrë totalin si tërësi, jo veç një ditë, e me harru thelbin. Mund të shkjo është të rëndësishme. Menojën e. Po, faleminderit. Përshëndetje, kanë lidhje mësimet shpirtërore të Rumit dhe Ibn Arabiut me traditën e Ehlibetit? Selam. Po me qenë se Imam Huseni edhe imam të Ehlibetit, që edhe si pas sufizmit konsiderohen prijatarët e tasawufit edhe prijatarët e ihsanit edhe prijatarët e gnosës edhe mistikës,
edhe një farë forme janë imamët e asaj që quhet në traditën shiite, sufizmi që quhet në traditën shiite, quhet Kemaliat. jo vetëm kemaliat, po quhet tani më kujtohet. Ajo kesh të thonë që me qenë se imamët e Ehli Bejtit janë prijatarë e sufizmit edhe prijatarët e gnosës edhe prijatarët e ihsanit, ajo që quhet në islam ihsan, pra prijatarët e rrugës shpirtërore. Se edhe Ehli Bejti ka pas këtu. Atëherë Rumi edhe Ibn Arabiu çdo urtësi dhe çdo perl e tyre kthehet te imamët. I çdosh më kthy sepse nuk ekziston në historinë tonë islame rrugë ma e përsosne edhe rrugë ma shpirtënore se sa rruga profetit dhe Ehli Bejtit. Pra, këto e ka pranu edhe Rumi, këto e ka pranu edhe Ibn Arabiu. Pra, ata vetë po thojnë mistekët më të mëdha që i ka pas sufizmi islam, ata vetë po pranojnë që imamët e tonë në sufizëm, s'paku po e pranojnë këto botërisht, po e pranojnë librat e tyne, thot imamët e sufizmit janë imamët e Ehli Bejtit. Ata vetë po e pranojnë librat e tyne. Për shembull, unë kam një libër Ta'arruf li madhhabi ahli at-tasawuf, që është një librave më klasike që është shkruar Sunni, Hanefi në sufizëm. Ai thot imamët e tonë në traditën sufiste janë imamët e Ehli Bejtit. Duke filluar nga Imam Aliu, Hasani, Huseini, Zainul Abidini, Bakiri, Jafri Sadiq. Po, ata pretendojnë se më thonë që mësimet sufiste, ai ka mësimet sufiste kthehet te profeti dhe Ehli Bejti. Pra, këta janë imamët e tonë. Ata po pretendojnë. Unë po ja shtoj kësaj, çka ka në dallim për shembull njëri a është patjetër me qenë sufi, me qenë shpirtëror. A nuk mundet me qenë vetëm me shëriat, çështu duhet me bë, këta duhet me fal. Po, e kisha për qëllim irfanin e sufi, më thonë irfani shiit që është ka ngjashmëri të madhe me sufizmin sunet. Pak a shumë përputhen tek Ibn Arabiu dhe përputhen te Xhelaluddin Rumi. Po irfani edhe irfani pranon edhe sufizmi pranon që shariati është si më thon porta e parë e hyrjes në islam. Po ekziston pastaj edhe tarikati. Shariati ligj, domethënë normat. Shariati është si më thon ato ligje. Parimet çush me bë, ç'a me bë. Po disa rregulla, disa parime, disa obligime që kanë të bëjnë me trupin, me abdesin, namazi, agjërimi, haxhi. Okej, ato i kam kry, çka pastaj? Okej, kjo është si më thon klasa e parë. Në islam tani kemi do klasë tjera që janë pak më të larta, që janë nivel më i lartë i adhurimit edhe i përshpirtshmërisë edhe shpirtënores edhe rrugës së Zotit. Ata po thojnë krejt mistikët edhe gnostikët edhe irfani, shkenca e irfanit, po thotë që vazhdon me diçka që quhet ihsan. Ihsan, po, Hasan e tani kjo ihsani vazhdon edhe tutje, si më thon, ekziston edhe forma e asaj që quhet hakikat, marifet. Kjo krejt të janë tarikat, marifet, mande vjen hakikat. Kerametet diçka lidhet. Unë kisha thonë shariati, okej, hajde po thojmë me gjuhën e sufizmit. Shariati, tarikati, marifeti edhe hakikati ose hakikati marifeti, i cili është më i lartë. Në fund unë kisha thonë që është Islami i Ehli Bejtit, që është për një Kjo i përmbledh gjitha, prandaj paska si mas pyetjes, domethënë ka ndjeshmërinë. Mirë po, Ibn Arabiu dhe Rumiu, na e dim tarikatet kanë dalë 1000 vite pas profetit. Të qenit musliman. Është ashtu, 1000 vite. Po, të qenit musliman klasa e parë. Të qenit musliman. Të qenit besimtar mu'min klasa e dytë. Të qenit muhsin klasa e tretë. Kulmi është të qenit musliman në rrugën e Ehli Bejtit që është kulmi. Po tash kush është ai që pretendon që ka arritur pjedestal? Kjo është, si më thon, sfida njerëzore dhe kjo është ajo që ka musliman duhet të garu në njëri tjetrin. Musliman, mu'min, besimtar, muslim, mu'min, muhsin edhe pasuesi i Ehli Bejtit, kjo është grada e lartë. Shpirtënore që nuk. Domethënë kjo është kush mund të arrijë. Kupolla e të gjithave sepse Sofiu ma i madh ka qenë Imam Aliu. Po a dish me thot, ka pranojnë edhe Sofit? Ai kur thotë, shme i besu me dhani Zotit që nuk e shoh. Kjo shumë... Por krejt, edhe tarikatet mu është diçka interesante, se krejt tarikatet sufiste për shkak pretendojnë që kthehen te Imam Aliu.
Dhe kjo është diçka madhështore. Spaku pretendimi është origjinal. Tash disa ja vlen edhe sa përputhet është kompatibël me realitetin, kjo ja vlen me diskutu. Ja vlen me diskutu edhe shetet që pretendojnë që pasojnë Imam Aliun sa përkojnë me Imam Aliun. Çdo kush i cili thotë ne pasaj profetin edhe Imam Aliun, do të më këshyr okay, ti pe thon pe pretendon, po veprat e tua çfarë i ki atëherë Zoti e din. Janë edhe disa pyetje, po janë kështu më shumë private, kështu të nderuar miq. Oho, shkoj kamera. Did you finish? No, this off. This? Only recording. Is recording? Yes. Okay, Yes. finish. Okay. Janë edhe nderuar teolog Drilon Gashi, janë edhe disa pyetje, po nuk kanë ashtu Po e marrë në mënja, po janë më shumë si personale, interesant në ndekë. Po janë edhe që po përshkojnë zotri Drilon, po thotë shpesh dëgjojmë hadithin e profetit pa hebrejnë duke agjeruar. U përgjigjëm, po. Se ndoshta kanë marrë prej fillimit, pyetjen e ka shpjeguar, po e shoh që është 2 orë përpara. Po. Kështu që këto e kemi dhënë këtë përgjigjen, e kështu pra i erdhi fundi edhe kësaj dite të sotshme. Dhe të dashur miq, faleminderit që na ndiqni, Zoti ju ruajt, Zoti ju shpërbleft. Qofshim në shefaatin, ndërmjetësimin e Kuranit, e Helibejtit dhe qofshim në shefaatin e shehidave të Çerbelas, në shefaatin e mbretit të shehidave të Çerbelas, Imam Hysenit. Prandaj na ndiqni, bëni follow, bëni subscribe në kanalin tim Iqbale Huduti në YouTube dhe në kanalin e profesorit magjistrit Drilon Gashi e kemi ju apo Islami Ezoterik. Islami Ezoterik. Ezoterik edhe Drilon Gashi. Me të vërtet keni mësime fantastike sepse Zoti pyet në Kur'an. E fela ta kelun. Pse s'po mendoni? Do më thënë të menduarit është vepër adhurimi. Të lexuarit, ikra. Tash të lexuarit e kemi vizuale. Dëgjojmë, edhe kjo është një lloj leximi. Ikra nuk ka qenë urdhër vetëm për profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Po ka qenë urdhër dhe është për gjithë njerëzimin. Ibadeti më i mirë është ikra. Lexo me sy dhe lexo dhe me vesh, dëgjo. Prandaj ju faleminderit shumë që na ndiqni. Shihemi radhëve tjera, mos harroni pyetjet e juaja shkruani në numrin ton zyrtar të Studio Home IBH 044 509 200. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia, bereqeti i Zotit qoftë mbi.